Rikëthyem sërish në studio, jemi në Persona Grata me poeten dhe shkrimtaren Flutura Açka. Thonë që lumturia në jetë gjendet në gjërat e vogla të jetës së përditshme, te një gotë verë ndoshta, apo te një shëtitje në natyrë, tek një poezi. Ju ku e gjeni lumturinë në jetën tuaj të përditshme? E kam thënë dhe në intervista tjera, s'dua ta përsëris që nuk ka lumturi të madhe pafund. Një lumturi e rënë nga qielli. Lumturit janë këto pjesëzat e vogla, fragmentet e vogla të lumturisë, që ndonjëherë ndërton dhe vetë, që ta bëjnë, duke qenë të lidhura si zinxhir, ta bëjnë atë lumturinë e madhe për cilën ti ndëron. Unë them në jetën time, jam një grua e lumtur. Jam një nënë e lumtur, jam një partnere e lumtur. Sigurisht varet se çfarë pritshmërie i ke lënë vetes, varet çfarë kërkon. Ka dhe gratë pak kënaqura që mund të kenë arritur shumë më shumë se unë dhe prapë janë pak kënaqura. Unë me ato çfarë kam projektuar për veten time, më them se jam mirë. Jam grua e lumtur. Sepse jam grua e dashuruar, jam grua e lumtur. Dukeni sikur i keni të gjitha, po për çfarë ndërroni ju në fakt? Po. Duket po, po në fakt vetë jeta jonë është një ëndër. Ka njëri pa ëndra, arrin një ëndër, e prek, fillon një ëndër tjetër, e prek. Njeriu në hyn në këtë spirale, hyn në këtë spirale të jetës që është ëndër pas ëndër, ëndër pas ëndër. Sigurisht kjo ka dhe ato ndjesitë e pakënaqësisë të vogla, të përditshme që na brejnë nga pak. Por fundit, po ti bësh të themi një përmbledhje asaj çfarë atyre ëndrave që ka arritur, unë kur i bëj, kur kthej kokën prapa, dhe them se ato ëndrat e mia kanë qenë ëndra të prekshme, i kam prekur. Vazhdoj të ndërroj prapë, vazhdoj të shkruaj, vazhdoj të ndërroj. Unë jam një ndërrimtare që eci, me ëndra jetoj. Po gjumin çfarë u aprish juve? A gjumin po shpesh pamjet të tmeshme që kam parë gjatë ditës. Dhe më ndodh kjo gjë, më ndodh shpesh. Ma prish gjumin një poezi që kam mbetur kam mbetur është diku në mendjen time që pret të dalë. Unë jam gjumë keqe, nuk është çështja se duhet të kem një arsye për të më prishur gjumin. Unë jam gjumë keqe. Shkruaj natën, nga që shkruaj natën. Duket sikur nata është mënyra me cilën unë vendos të koordinatën me shkrimin edhe me ato që fola me ëndrrën. Nata është një mënyrë e dashura ime, sepse shkruaj natën. Po me vetmin, si e keni marrëdhënien? Pa me vetmin. Ka shkrimtar pa vetmi. Vetmia është mënyra se si konceptohet një shkrimtar. Ju thash shkruaj natën, një pjesë të mirë të kohës. Jam vetëm për shkak të jetës që bëj. Kur vi në Shqipëri jam pafundësisht vetëm, por në fakt nuk e kam ndier. Kam të vetmi fizike, nuk flas për vetmi fizike, nuk e ndjej vetmin fizike. Sepse gjithkohë kam punë, gjithkohë kam diçka për të bërë, gjithkohë. Asnjëherë nuk më ndodh që të kem një lloj ndjesie që çfarë po bëj, duhet të dal. Nuk e kam të ndjesi. Njëherë madje më ka ndodhur shpesh me mikeshat e mia. Mund të më ndodhi 3 ditë pa dalë nga shtëpia. Si mund të rri njeriu në mes të Tiranës pa dalë një javë nga shtëpia, 3 ditë nga shtëpia? S'kam asnjë shtysë, asnjë grishje. Se s'dua të takoj njerëz, por ajo vetmia e të shkruarit është shumë e fortë se vetmia e njeriu që ka nevojë, që është një qenie sociale, që ka nevojë të dalë, ne jemi pjesë, ne jemi qenie që marrim dhe japim, do të komunikojmë, të pim verë, të pim kafe, të flasim. Kjo pjesa, kjo nevoja, kjo tërheqje, kjo magnet i të qenit vetëm, ndonjëherë më ndodh të jetë shumë i gjatë. Duhet në një zile telefoni, një shoqe më tha, po si është e mundur të rish 3 ditë brenda? Si mund të rish 3 ditë mbyllur brenda? Po i thash, si mund të rish 3 ditë në rrugë, vetëm të ecësh e të dalësh e të flasësh? Thash, kjo pjesa e shkrimtares që e dominon pjesën e vetmisë time si njëri që është pothuajse e papërfillshme. Po për psikoanalizë, keni pasur ndonjëherë nevojë? Jo. Ndoshta edhe çështje karakteri. Unë jam grua e fortë. Pastaj vetë letërsia që unë bëj, letërsia vetë është një lloj terapie në vetë, këtë pjesën e terapisë që ndonjëherë është e nevojshme për njerëz të caktuar, për momente të caktuara, është një gjë fare normale. Për mua nuk ka qenë e nevojshme. Them se letërsia ka qenë terapia më e mirë për mua, që më ka ndihmuar.
po të mos ishte letërsia, kam frikë se do të kisha nevojë shpesh, shumë shpesh për asistencë. Pyetja e radhës më pëlqen sepse unë them vetëm një fjalë dhe ju më tregoni një histori pas saj. Fjala gjak. Fjala gjak, po. Tash mund të mbash një intervistë me vete, një intervistë të gjatë, të flasësh për fjalën gjak dhe ngarkesën e saj që kanë në shqip. Unë e kam përdorur veçanërisht tek romani im i dytë, për shkak të saj ngarkese që pati si fjalë në ribotimin e tij të tretë që kam nxjerr tani të Kryqit të Harresës, fjalën gjak që aq shpesh përsëritet dhe aq me pesh është në vepër, se është një roman mbi gjakmarrjen, e kam bërë me kursiv. Edhe për të dhënë një dozë kujdes, kjo është një gur ku duhet të qëndrosh, dhe kam vërejtur besi që fjala gjak ka një ngarkesë specifike për ne shqiptarët. Tash nuk do të hyj histori sepse është një gjë shumë e gjatë, po flas për atë pjesë që kam lëvruar unë në romanin tim dhe çfarë ngarkese ka pas kjo tek unë si shkrimtare në raport me atë histori gjakmarrje që kam marrë. Dhe pash se fjala gjakmarrje në shqip kishte edhe dy si motra të tjera. Marrje dhe hak marrje. Do të thot për një shpjegim të vetëm të kesh fjalë që vërtetën rreth kësaj gjëje, më duk një gjë e rëndë, Ndoshta kjo është arsyeja pse u mora me këtë temë, me cilën pastaj u distancova sigurisht shumë, por kur e shikoj që prap kjo fjalë vërtitet mes nesh, po të shikosh përditshmërinë tonë, lajmet tona, kjo fjala gjak është kaq e pranishme ndonjëherë saqë dhe them se saqë është po them jo e urryshme si në këtë kombinim gjakmarrje, aq edhe është e pranishme ndonjëherë edhe por përpos kësaj, po flasim, po e lëm tekstin tim, po e lëm përdorimin që kam bërë në tekst fjalës gjak. Gjaku është ADN-ja e secilit prej nesh, është mënyra se si na lidh me prindërit, se si na lidh me paraardhësit, se si e trashëgojmë tek fëmijët, është kjo vija familjare e fortë, tek gjaku transmetohet e gjithçka, Çfarë kam nga babai, çfarë kam nga mamaja, unë kam te gjaku im, dhe çfarë ka një mbire ka tek gjaku. Ato që se kam me tim shoq, por që është një kimi fizike e natyrës tjetër, është shumë e fortë përmjet gjakut. Kështu që gjitha këto fjala gjak ka një ngarkesë shumë dimensionale. Por unë shpjegova vetëm këto dy dimensione. Do e bëj një pyetje klishe në fakt që u bëhet të gjithë shkrimtarëve. Çfarë keni në dorë tani dhe çfarë po shkruani? Në fakt, besi, para të themi disa muajsh, bëra një shpjegim tjetër, ne kur nuk e dim. Ne themi që po bëjmë diçka dhe ndonjëherë nxitohemi. Për shembull, jam duke shkruar në prozë, jam vazhdimisht vitet e fundit, të paktën të themi nga 2001 e këtej, unë shkruaj vazhdimisht në prozë. Jam duke punuar në prozë, por ja këto ditë madje kam materializuar idenë që duhet bëtoj një libër me poezi, u bë kaq gjatë, po bën disa vite që nuk kam dalë me poezi. Kam dëshirë të dalë me poezi këtë pranverë. Nuk e di, po punoj me poezi. Për momentin sot po punoj me poezi. Sot që po flasim bashkë, jam ngrit nga poezia. Shikoj që keni marrë diçka. Po, kam marrë me vete. Poezinë e fundit e kam marrë me vete, besi. Dëshironi ta lexoni tani apo do ta lëm për një moment tjetër? Si dëshironi ju, nëse është momenti për ta lexuar, unë e lexoj. Është momenti. Faleminderit. Kjo është poezia e fundit që është mban datën, ka dhe datën besit, më falësh 27/2. Pra, pas ka disa ditë. Nuk qenë Po që nga e freskët është. E freskët, po, 27/2. Në fakt kam mbetur pa titull, akoma domethënë mendo, është akoma pa titull. Po them se është një poezi. Aty e keni shkruar për herë të parë në ato fletët, aty është. E kisha në një blog, po nuk ndryshon shumë nga kjo është Garavina këtu. Pak a shumë ashtu. Këtu e kam hedhur vetëm se desha ta marr me vete. Mund ta kishte edhe blokun. Po para disa ditësh besi, u rënë një kafe dhe shikoj përballë meje në tavolinën ngjitur me mua, dikë që kisha parë vite të shkuara. Tani ishte një burr, të themi ke 80-at, i zbejt, gjithmonë ka qenë një burr shik, flas, unë e kam njohur para 20 e ca vitesh, me syze terta, më shite, e shikoja, e kam parë diku këtë burr, një burr më të ri, po shumë simpatik. Dhe mbaj mend, po
Po t'i kthejmë kujtesës, mbaj mend, ai punonte bashkë me të birin. Mbaj mend nëse do të zgjidhja midis tij dhe të birit, megjithëse ishte i biri, unë do të zgjidhja këtë zotëri. Aq përshtypje më ka bërë në ato vite për ta patur mik, aq interesant ishte. Tani kthehemi mas kaq vitesh Dhe i shkruan. dhe unë e shoh këtë njeri. Plakjes pas syzesh të errta, plakjen pas syzesh të errta, fshe miku im. Unë ende nuk kam turp nga rrudhat dhe hiqjen vajzërore. E pa qetë se shpejt shtrati do të më duket ferr kam të merr. Në të ertën e syve të tu fshehur, ndoshta vetmia, ndoshta fishkja, ndoshta koha ka vizatuar droj. Rri drejt para kupës tënde. I pak kompromentuar nga kimia e ajrit e më këqyr me semaforët e heshtur të ballit. Në shpirt ndoshta, ploja kujtesën ta grin. Atëherë i ri, atëherë më e re. Në lodra sysh, në të njëjtin bar, sfidonim njëri tjetrin ne. Unë se pëlqeja një në moshë si ti. Ti kishe edhe më të reja rrotull për të joshur. Tani e lodhur, loja jon, tretet si shiqeri yti tepërt në të helmën të turpëri, në eshtra të lëkurës të zërit të vetmimit njëri. Ngrihet një padesy e bardh, e ikën, si rob e merë e ratutje, ato që dikur quhej një burr i ri. Ishte pikërisht ajo që duhej në këtë atmosferë me verë të kuqe dhe me tingujt të violonçelit. Faleminderit dhe teleshikuesit tuaj që do më dërojë poezinë. Mezi po presim librin tuaj, ndërkohë ne kemi mësuar që nga një ndër filmat tuaj të preferuar është Tramvaj me emrin Dëshirë, me legjendën e kinemas Marlon Brando. Ndjekim materialin të përgatitur nga gazetari Ervin Çela dhe rikthehemi për ta komentuar në studio me Flutura Açkën.